Zëdhënësi i policisë Togeri Shaqir Bytyqi njofton se sot më datën 8 maj 2026, rreth orës 8:20, policia ka pranuar informacion nga emergjenca në qendrën komunale të mjekësisë familjare në Suharekë se një person mashkull rreth 52 vjeç është sjellur pa shenja jete. Policia ka dalur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe nga personeli mjekësor është konfirmuar se viktima ishte pa shenja jete, ndërsa janë vërejtur edhe rrethana që ngrisin për vdekje të dyshemt. Në konsultim me prokurorin e shtetit, policia ka nisur hetime të lidhur me rastin, duke siguruar prova dhe dëshmi nga vendi i ngjarjes në Suharekë, si dhe duke intervistuar dëshmitar. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajit i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.